Do ta nis këtë bisedë me ju, domethënë do të diskutojmë dhe do të fokusohemi në situatën në Serbi. Kjo për arsye se ke qenë një nga të ftuarit e mi që e ke parajmëruar se çfarë do të ndodhë në Serbi përmes kësaj proteste. Në ç'pik jemi deri tani, zoti Koçi? Tani, deri të shtunën, pra deri me 28 qershor, kur atje u mbajt një tubim masovik, ishte një përshtypje që lëvizja studentore, synim parsor ka çastin do të thotë vlerat liberale dhe evropiane. Por të shtunën pati një kthesë dramatike në Beograd, për herë të parë atje u paraqiten në fjalimet që u mbajtën me rast gjatë takimit, do të thotë, në sken dolën forca kretjera. Ta zëm doli Milo Lompar, është një nacionalist agresiv, është njëri që ka promovuar librat e kriminalit të luftës Radovan Karadžić. Ai ishte vetëm njëri nga ata që foli me tone jo nacionaliste, kisha për të thënë tone shoveniste, përmendi që apostrofoi disa herë Kosovën duke huar se Kosova është pjesë e Serbisë, apostrofoi Republikën Serbe, apostrofoi serbët në Malin e Zi, në Kroasi dhe Maqedoni. Ishte vetëm njëri dhe mjerisht jo i vetmi. Pasuan orator tjerë që vazhduan këtë logjikë, kisha për të thënë pas një hezitim shoveniste, si asnjëherë më parë. Fjalimet e tyre ngjanin në fjalimet e Slobodan Miloševićit, Vojislav Šešelit, Radovan Karadžićit, dhe nuk kishte asnjë milimetër dallim nga ato fjalime që i kemi dëgjuar nga viti 98. Dhe tani në Beograd, në shtypin e atjeshëm, që për herë të parë pas 7 muajve, ka dilema nëse kjo lëvizje studentore ka marrë kahje tjetër. Që ka marrë kahje tjetër nuk ka asnjë dilemë, sepse ajo çfarë dëgjuam ne gjatë shtunës në mbrëmje mund të jetë gjithçka, por jo angazhim për vlera liberale, vlera evropiane, ishte nacionalizëm agresiv, nacionalizëm ekstrem serbe, që sërish doli në skenë me parolën për botën serbe, me akuza ndaj Vučićit, jo pse me akuzat që nuk ka arritur të kthejë Kosovën në Serbi, dhe tani shtrohet thjesht pyetja në ç'drejtim, kundër kujt dhe çfarë synon kjo lëvizje studentore. Kisha për të thënë që në këtë çast studentët janë vetëm mish për top, ndërkaq që pas tyre ka një shkputje. Dhe nuk kemi të bëjmë. Tani lirisht mund të thuhet pas një dilemë që nuk kemi të bëjmë me lëvizje emancipuese, pro-evropiane, liberale, demokratike, por me një lëvizje nacionaliste. Pra, kush qëndron në pas kësaj lëvizje, zoti Koçi? Kush mendoni se qëndron? Nuk e di a më dëgjuar. Bëjnë këtë pyetje edhe në Zagreb. Sot në shtypin serb është transmetuar një deklarat e filozofit të njohur, praktikisht ideologut presidentit rus Vladimir Putin, quhet Aleksandar Dugin, i cili do ta citoj në 2 rreshta, tha si vijon: Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk ka më legjitimitet. Ai disponon aparatin shtetëror, por pa mbështetje të popullatës. Vučić ka marrë fund, legitimiteti i tij është dukur. Vučići duhet të largohet, ky është qëndrimi i shoqërisë serbe. Pra kemi të bëjmë me ideologun dhe një nga bashkëpunëtorët e parë të Putinit që hapur, pa asnjë ekuivok, pa asnjë hezitim, kërkon largimin e Vučićit nga pushteti. Kjo hapur shtron pyetjen nëse shërbimet sekrete ruse, nëse Moska zyrtare qëndron nëse jo pas tërë lëvizjes në Serbi, atëherë pas një pjesë të madhe të saj,
dhe nëse ata kanë dorë në atë çfarë është duke ndodhur në Beograd. Ne gjatë protestës hetuam një gjë, ta zëmëm kriminalet e luftës që kanë marrë pjesë në krime në Kosovë, ruanin studentët, ndërsa terroristët e Banskës në civil ruanin presidencën ku ishte Aleksandar Vučić. Kjo e dyta dëshmon që Vučić mbase nuk ka siguri në shërbimin sekret serb dhe ka angazhuar paramilitar, në këtë rast ata terroristët që sulmuan Banskën. Po them edhe një herë, deklarata e Aleksandar Dugin dhe këto zhvillime, prononcimet të shtunën në tubim nga nacionalistët agresiv serbe dëshmojnë që atje kemi të bëjmë me diçka tjetër, nuk është lëvizje emancipuese drejt vlerave liberale evropiane. Pra nuk se kjo është deklarate fort, se deri tani është pretenduar që është një lëvizje emancipuese që synon rrëzimin e autokratit Vučić. Nuk e përjashtoj mundësinë që synojnë dhe mbase me siguri synojnë për mbysjen e Vučićit, por jo për ta emancipuar Serbinë, për ta dërguar drejt Brukselit, drejt Evropës, por për llogari tjera kisha për të nuk e përjashtoj mundësinë për llogaritë të Moskës, cilat tani unë nuk di se si them do thotë cila është llogaria atyre, pse duan ta përmbysin Vučićin dhe sa janë të forta ato forca, do thotë sa janë, sepse më duhet të them edhe një gjë. Megjithatë nuk mund të futet gjitha e lëvizje të sublimohet në këtë çfarë them. Ka në mesin e tyre studentë që janë të instrumentalizuar, do thotë, supozoj që një pjesë e madhe e tyre vërtet duan emancipimin, duan vlera liberale, por më duket që aktualisht janë mish për top në duar të shërbimeve sekrete të shumë vendeve, por duket që dominon shërbimi sekret rus. Po ndërkohë, Dmitri Peskov, zëdhënësi i Kremlinit e ka cilësuar këtë një përpjekje për të realizuar një revolucion të dytë me ngjyra, çka është lexuar si një mbështetje e Moskës për Aleksandar Vučić. Si ta lexojmë? Kjo është shumë kontestuese, sepse një... Po, dëgjojeni, zoti Koci, dëgjojeni, pa merak. Nuk e di, u shkëput regjia? Zoti Koci, besoj që... Okej, vazhde. Po, vazhde atëherë. Pra... Okej. Besoj që... është e qartë pyetja, apo ta përsëris dhe njerë, se mbase për shkak... Ja nuk ka nevojë. Nuk e qartë, është e qartë. Por, një ditë më parë, Sergej Lavrov në Moskë bëri një deklarat ambivalente. Tha se beson që perëndimorët nuk do të mbështesin një revolucion të portokallt, por se ai ndjen që Vučići dëshiron komunikim, dialog me protestuesit. Kjo pjesë e dytë e deklaratës së tij, pra se gjoja Vučići dëshiron dialog me protestuesit, nuk qëndron dhe është më shumë goditje ndaj Vučićit sesa mbështetje për te. Pra Lavrov me këtë deklarat praktikisht fton Vučićin tulet në tavolinë me ta. Të ndaj, pra të ulet në një trojez, gjë cilën e kërkojnë edhe protestuesit. Por gjë cilën Vučić me këmbgulje hedh poshtë. Nuk negociojmë me terroristët. Nuk negociojmë me terroristët, thot Vučići. Absolutisht. Por pikërisht Sergej Lavrov ja kërkoi dje Vučićit. Pra ishte deklarat ambivalente, kinse në mbështetje të tij, por ftesë drejtuar Vučićit që tulet bisedoj me ta. Ishte sinjali i parë, luhatja parë e qëndrimit të Moskës zyrtare në raport me Vučićin, ndërka që kjo çfarë ka bërë sot ideologu i Putinit, Aleksandar Dugin, është një goditje shumë e rëndë për Vučićin, sepse kjo deklaratë shpejt do të bëhet publike në gjithë Serbinë dhe do të jetë sinjal se Vučić më nuk ka